Nëse do ishte kështu. Patjetër. Dori, ke të drejtën për një përgjigje para se të shkojë te zoti Shej. E vetme gjë që tha të drejtë ishte që është në dorën e popullit të bëhen votacionet. Po është e vërtet. Por populli i cili nuk shkon atë para kutisë votimit, ku 3 javë më para zgjedhjeve i jepet bonusi pensionistëve. Duhet që populli, paratë e tij 500 milionë euro që hodhën për investime në periudhën zgjedhore në kundërshtim me kodin zgjedhor, të mos hidhesh ato para. Duhet që populli shkojë te kutia e votimit, jo 3 ditë pasi janë falur gjobën antikushtetuese. Pra populli i lirë. Dhe çfarë bërë? Pra janë zgjedhje të lira dhe të ndershme këto që bën PS-ja. Shiko, lexo raportin ose BOD-it. I nxjerr nga faqja e parë dhe faqja e fundit. A flet raporti ose BOD-it për blerje votash? Flet. A flet për përdorimin e administratës publike? Flet. A flet për përdorimin e fondeve publike? Flet. A flet për përdorimin e bandave? Flet. Nuk bën shpjegim gjë. Kur e thonë ndërkombëtarët, gjithë që bën gjumë përdorim edhe ne, politikanët. Atëherë ka qenë zgjedhje jo të lira dhe ndershme. Dhe çfarë kërkojmë ne? Jo të hiki Edi Rama kryeminist, dhe të vi kryeministri i PD-s, jo. Duam të shkojmë në zgjedhje në qeverisje tranzitore, që të sigurojë përsëritje standarde ala Kosovë. Sa i kemi mbyllur zgjedhjet vetëm, këtu është çështja. Për sa i përket pastaj faktorit, është Berisha apo jo, si për të batuta që bëhen. Tapa që pamundson rotacionin. Ishte kështu, pse do ishte nevoja që qeverisja aktuale të grabiste dhe të përdorte paratë e buxhetit, qose Tapa që ka vendosur. Pse do ishte nevoja të përdorin administrator kur Tapa që ka vendosur? Pse do ishte nevoja të përdorin bankat kur Tapa që ka vendosur? Pse do ishte nevoja të shpërndanin tenderat publik, milionat, 100 miliona euro çdo muaj, kur Tapa që ka vendosur? Shko, Tapën ta kanë mendjen e tyre, dhe u rrisin komban Tapa, dhe ta mbajnë ata. Ne duam zgjedhje me standarde Kosove. A ka mundësi të kemi qeverisje e cila të sigurojë të zgjedhje? Ka që kërkojmë. Sot se flasim për Tapa, flasim për modele, është sepse kanë kompleksi brenda vetes tyre. Problematika e tyre, ne duam zgjedhje. I frikson zgjedhjeve, se mundësinë e kishim dhe të bëjmë një. Ja se do ndalemi tani, sa doja dilni. E kishim mundësinë të arrijmë në zgjedhje normale. Sa doja dilni do të më çam. Nuk donim në zgjedhje normale. Nuk donin zgjedhje normale. E ke parë shumë qartë shumë mirë. Nuk donin zgjedhje normale. E bastarduan votën e Kosovës, votën e diasporës, pa thua. Nuk i bëhet deri sot sa vot diaspora është vot të kardhur. Prita gjej dhe zoti Shej. Një sekond. Dhe kreva. Pra nuk di më ende deri sot sa vot diaspora ka ardhur. Dhe na flasin për standarde zgjedhore. Ora Kosova mbaroi punë, mbaroi punë, më radhës e nxorr rezultatin. Ne do të them sot, do zoti Koçi i aftë më thotë mua, votuan kaq shumë njerëz nga diaspora. Votuan kaq shumë nga Greqia, i paftë në votimin e tretë rrugëve. Dhe na flasin për standarde. Përdorin paratë, përdorin forcë, përdorin administratë, përdorin dhunë. Na dhunë dhe votin e diasporës, dhe na thon pastaj Tapa. Jo, Tapën e keni në mendje, dhe Tapën shumë shpejt hiqeni, sepse ndryshimi do vi. Prandaj ju friksoni qeverisë tranzitore. Se ndryshe, do na kishit dhënë qytetarëve, dhe po disha ishte bindur që do fitonit, do dilë dhe do thoshe, ja dhe qeverisë ju a tham, fituesit jemi na. Siç ndodhi në 2017-ën, zoti Shej, se ju jeni politikan i vjetër, i keni parë të gjitha këto çadrat, qofshin të PS-s, qofshin të PD-s. Si të duket ky skenari ngujimit që po përflitet në PD? Nuk e di se ç'do të bëjnë, nuk ma minja që ngujë njëherë e para punës. Ti nuk beson që do ngujohen vërtet? I shef më shumë si deklarata për të nxitur qytetarët për të marrë pjesë në protestën e 10 shkurtit. Kush do ngujohet, si do ngujohet? E para punës e dyta, pse do ngujohet? Për çfarë? Unë them, kjo opozit ka për detyrë të bëjë ca reforma. Ti tentoj, dhe me thënë, bëj zhurmë për këto reforma, këto e më të rëndësishme, se këto thonë, jo janë vjetë zgjedhjet, edhe janë vjetë. Edhe ato që thotë zotëria janë drejta. Po pjesa që duhet bënd të opozita, se ka bërë? Ndryshimin e ligjit zgjedhor. Thotë, bërë rap dakord për një ligj të pisët, që dënoj me vdekje opozit. Thotë, kjo është, këto duhet bëjë opozita, të rëzoj këtë ligj, një e parë. E dyta të shtyhet më tej, të rëzoj marrëveshjen e 2008-ës, që e ka bërë kryeministrin, si me thënë, kryetar partie, kryeministër, president, kancelar, veja emri si dush, njeriu në plot fuqishëm. Edhe mbret. Edhe mbret, ka lu mbret, që ka mbretër sot ndo. Kështu që këto janë. E treta me që ftesën e bët për pushtetin lokal, sot edhe mendohë. Aty do shkojmë, patjetër. Atje kisha udhë ca në kartë që s'para e bëjë këtë punë. Disa mendime, ruaj se aty do shkojmë. Mos i ju. Din gjë kjo opozit për pushtetin lokal? Se çfarë do bëj mazhoranca? A ka dëshirë me bë?
Se herën tjetër hiku. 2015-ën, pa. Pasa hiku dhe ka zgjedhjet. Po deklaru, pa sa deklaru. Pa, që deklaru, asë Nga bashkëkretari reformës, Zoti Boçi deklaru. U boj qatë që në një Partisë Demokratike sot. Çfarë tha Zoti Boçi? Që e keni ndjekur? Po, jo. Ja, do ta dëgjojmë pastaj deklaratën e Zotit Po Boçi. deklaratën e zyrtare e U Partisë tërhoq në një farë mënyre. Jo tërhoq. Po dajnë një qëndrim. Ju në media keni sheflisi hikën apo sikën. Pa na futur akoma tek reforma territoriale, sa aty do shkojmë. Këto janë punën. Pastaj, to gjithë mund nuk të pengojnë fare, as më nguju, as me bët demonstrate më të madhe që pret bota e Europë. Mu t'i bëjë si këto, gjithë të punë. Po unë kam frikë që gjitha këto po bëhen, është ajo e përhershme, ajo rrota që deri kur të bëhen zgjedhje partijake, më duket se i kanë të shimë pranverë. Po, E deri atëherë do tensionohet, do bëhet, do dalin falkojte, do përzejnë ato që janë më turtit, që s'kanë marrë flamorin, e kuptoni? Derisa myllet kjo punë, do të rishikoni që do filloj stili i vjetër, kuptoni? Si që ka qenë si është ky stili i vjetër i politikës? Stili i vjetër i politikës si merë mi vesh në dargët me Edi Ramën. Ky është i vjetër. Vazhdon ende ky stil? A që gjare fare. Zgjedhjet e fundit ma hapta se ka s'kishë si u bëndë. Ato të 9 tetorit? Nëntorit, ndjes, 8 Do të nëntorit. shifni që do mbaroj ngujimi, kjo, ajo, gjitha. Dhe këto reforma, që po them unë, Po pse për zgjedhjet partijake, zoti Shej? Ka njëri dyshim që është Berisha e ka të vetën tojza Po parti? duhet me kontrolu o borin, të gjithë. Sa i ka qenë dhe përpara. Edhe kur i seluri, po e ishtë. Kupto? Kjo është e gjitha. Për këtë punë bëhet. Ndërsa unë i them, këto vazhdojnë, bëhen i shala, kam fuqi, ngrejnë sa duq, një mal me qadra. Po bëni këto që i keni dorë vetë. Reformat. Propozonin ndryshimin e reformës. Keni mandat ligjor brenda komisionit zgjedhor. Keni drejt vetoje. Po s'deshët ju nuk e bën dot pala tjetër. Se herës tjetër kështu u morën vesh se zotëria ankohet për ligjin e që u bë. Që diaspora votoj. Këto i dhanë Edi Ramës diasporën, Edi Rama i dha këtyre listë mbyllur. Kjo ishte marrëveshja e bëmë në tavolinë. Tashi këto ankohen për këtë punë, po sigurisht që aji atë donte. Diasporën donte, se ishe ma për para në atë. Pa ko për votë diasporë, pra buzime që për votë diasporë. Ora unë për them, këshu për ti mendoj si të dush. Unë për them, marrëveshja u bë kjo. Marrëveshja ishe ne ju japim diasporën ju na jipni listën e mbyllur ne, edhe unë mbyll mreja ditës, me komision, me stërkomision. Ta që unë them, mos bëhet prapë më kjo teatri i pisët. Atje, qofë se dunë bëjnë një reformë, ta bëjnë të qartë se ku dunë me shku, qëfar dunë me mbrit, kush është objektivi, a do bëhet me lista tapër, a do bëjmë listë një kolegj gjithë Shqipërinë, si me thënë me listë kombëtare, a do ndryshojmë sistem në numërimit e drejtë, do me thënë bëjmë një reformë që qytetarit shqiptarë t'i kthehet besimi ke sistemi zgjedhor. Që të thonë, do hymë lojë të re dhe regullat janë të reja, dhe uniforma është të re. Kjo është e rëndësishme për mu. E dyta, t'i bëjmë qartë qytetarëve të Shqipërisë. Çfarë mendojnë opozita shqiptare për reformën administrative? Pra të edhi idene vetë. Një tezë, unë s'kam një gjuni. Jo, deri tani dihet që PS-ja do më pak bashki, po doja më shumë. Pse? Do bë kjo përpara, që kur të hymë zgjedhje, të hymë me shpërndarje të reja administrative, një e para punës, e dyta të hymë edhe me një ligj të ri për zgjedhjet lokale. Pse ka rëndësi ligji? A e pat ju e kemi diskutu dhe i natë këtu në Kosovë, se zotëria e mori Kosovë, po si shumë, ka dy, fshashë. U fitu në Prishtinë, fitoj opozita, fitoj. Pa. Edhe opozita hyni me 2-3 kandidatë, raundi e parë. Pse është me 2 raunde atje zgjedhje. Do me thënë, opozita atje nuk shpërdoron as një copë të vetën. Gjithë se kush, hynë merë pjesën e vetë, herën e dytë negociojnë, votat puqën nga i që është më i miri, dhe ju dha një shansë i madhe opozitës, mirë keqja i kryeministri mori 52% atje. Po ama krye qytetin e ka opozita dhe kjo është shenjë e mirë demokracie. Çfarë thonë to zotrit e PD-s, kolegë Dimitri, bashkë me Dramën? To thonë një kandidat, thot duhet.
Ju tjerët më të futni, pse? Da fusim ne, se kjo e më i mjeri. Po 20 herë këto e kanë fut. Edhe gjithë i kanë humbë. Atëherë unë them që të japim shans demokracisë Shqipëri, të bëhet me 2 raunde. Edhe kjo është një temë që më të certifikojmë njërë demokracinë, se kjo është elementare fare. Për partit le të votohet, atje proporcional, dalin këshilltarët, ama të kenë të drejtë të gjithë qytetarët konkurojnë. Në raundi 2, sa ka bashki ka Shqipëria? 60 bashki. Në raund 2 do shkojnë maksimalisht 20 bashki. Pse se bëjnë këtë punë? Pse se kanë këtë dëshirë? Pse? Apo ja për të theme, di pse, se do ndalemi më specifikisht atje. Jo, mërë du të imponohen grupeve tjera. Maroj, jo, po. Pse se pasa një këtë ide që ka mu, se këshu e kemi pasma. Këshu e ka dhe Kosova, këshu e ka gjithë bota, më. Digjo, zoti Shej, pse se bëjnë to? Qëndrojnë do të dyja bashkë edhe protesta dhe bashkëpunim për reforma? Si, çdo me thëmë bashkëpunim, më. Çdo me thëmë bashkëpunim. S'ka pse kompleksohet opozita. Këto po bashkëpunojnë, kur vjen punë. S'ka nevojë fare për bashkëpunim, ti bën pozicionin tat, deklarohet që sot ky është pozicioni jonë. Do ta mbrojmë. Ke edhe një motiv më tepër për ta mbrojtur të drejtën tënde. Ligje ke me ligje. Okej.